Arrestimi I biznesmenit Ergys Agasi, I shpallur në kërkim prej 8 muajsh në Durrës, ka kthyer syt nga lëvizjet në policinë e shtetit gjatë periudhës 2025-2026. Bashkë me Agasin u arrestua edhe ish zyrtari I policisë, Uljan Shpataraku. Ish efektivi është aluduar si I besuar I Ilir Prodës, teksa emërimet në postet e larta u shoqëruan me akuza për bashkëpunim me krimin. Proda u emërua në krye të policisë së shtetit në tetor të vitit 2024. Aso kohë Proda mbante postin e drejtorit të policisë së Elbasanit, vend ku dyshohet se Ergys Agasi mund të ketë qëndruar gjatë periudhës që ishte në Arati. Pas emërimit të Prodës në krye të policisë, edhe Shpataraku u transferua në strukturat qendrore, duke punuar pranë tij. Emërimi I Prodës u shoqërua me akuza, ku kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha deklaronte se Proda fsheh dosjet e krimit dhe mbron eksponentët kriminal. Berisha madje ka pretenduar se në zyrën e Prodës kanë pasur ndikim figura si Ergys Agasi. Në mars të vitit 2026, Proda u shkarkua. Më 20 maj pas largimit të Prodës, drejtuesi I ri Skënder Hita firmosi edhe përjashtimin e Shpatarakut nga policia. Ndryshimet, emërimet dhe shkarkimet erdhën në një kohë para arrestimit të Ergys Agasit. Hetimet e mëtejshme lidhur me praninë e një ish zyrtari të policisë në makinë me Agasin pritet të hedhin dritë mbi mënyrën se si biznesmeni ka mundur të shmanget autoriteteve gjatë 8 muajve.